Në emisionin investigativ italian Le Iene, të transmetuar në Italia 1, është publikuar një investigim i realizuar në bashkëpunim me emisionin shqiptar Piranjat, pas një pune disa mujore. Gazetari italian Luigi Pelazza është rikthyer në Tiranë për të ndjekur gjurmët e rrjeteve të call centerave mashtrues, një aktivitet që sipas vlerësimeve përfshin rreth 25.000 operator dhe konsulent që mashtrojnë qytetar europian. Sipas investigimit, ky biznes kriminal mund të gjenerojë deri në 500 milionë euro në muaj, një shumë që krahasohet me fitimet e organizatave të mëdha të trafikut të drogës. Pelazza kujton edhe një operacion të mëparshëm të realizuar në bashkëpunim me SPAK, ku arrestuan 8 persona, duke e cilësuar si një nga goditjet e para ndaj këtij aktiviteti. Megjithatë, hetimet tregojnë se rrjeti i call centerave është shumë më i gjerë dhe i organizuar, me lidhje edhe në Itali. Për këtë arsye, gazetari ka paraqitur një denoncim edhe në prokurorinë e Napolit, pranë prokurorit të njohur antimafia Nicola Gratteri. Investigimi përfshin dëshmi nga disa ish-punonjës të call centerave. Njëra prej tyre, Sofia, 35 vjeçe, tregon se fillimisht mendonte se po punonte në një aktivitet të ligjshëm, por më vonë kuptoi se bëhej fjalë për mashtrime financiare. Ajo rrëfen edhe për mënyrën e pagesave, që sipas saj bëheshin çdo muaj kesh dhe arrinin shuma të mëdha. Një tjetër burim, i identifikuar si Iliri, me eksperiencë të gjatë në këtë sektor, ka ndihmuar gazetarët të hartojnë një hartë me disa prej zyrave të call centerave në Tiranë. Sipas tij, pas këtij rrjeti mund të qëndrojnë figura me ndikim, një pretendim që ngriti dyshime të forta gjatë investigimit. Gazetari kontaktoi edhe drejtues të policisë së shtetit, por sipas tij nuk mori përgjigje konkrete. Në fund të reportazhit, Pelazza i bëri një thirrje publike kryeministrit që institucionet shqiptare të ndërhyjnë për të ndaluar këtë aktivitet mashtrues, që sipas tij dëmton qytetarët europian dhe imazhin e Shqipërisë.